Pasi përfundoi masa me margjin e kufizuar të një pjese të produkteve, ekziston mundësia për masa të reja nëse në ndërkohë produktet shtritohen në mënyrë drastike. Со стојбата со цените, јас апсолутно ја следам одблиску и реков дека трикови нема да толерирам. Внимателно следиме што се случува во маркетите. Mickoski thot se do të reagojë nëse ka praktika jo parimore të tregtarëve. Ai konkretisht u pyet për çmimet e një pjese të pemëve që mund të gjenden në tregje dhe markete. Црешите не се 500 денари кило, црешите се движат од 200 до 300 денари кило, но тоа е многу. А тоа е така поради студот и тоа што беше наистина елементарна непогода за црешите, истото го афектираше и ресенското јаболко. Qëndrim konkret për masat eventuale do të formohet pasi që në seancë qeveritare do të shqyrtohet raporti i Inspektoriatit Shtetor të Tregut. Inspektorët ishin në terren në maj, por edhe gjatë këtij muaji për të kontrolluar nëse ka ndryshim drastik të çmimeve pas përfundimit të masës paraprake. Raporti i cilin e kemi marrë nga Inspektorati i Tregut është që nuk kemi rritje të enorme të çmimeve të artikujve ushqimor pa ndonjë arsye ekonomike, pa ndonjë logjike ekonomike. Çmimet janë stabile, normale është që të kthehet në çmimin cilin e kanë pasur pas përfundimit të masës. Në kontinuitet Inspektorati i Tregut do të jetë në terren nëse do të ketë ndonjë sjellje deviante nga tregtarët në drejtim të rritjes së çmimeve enorme, posaçërisht në kohë të festave kur ata dinë që të rrisin çmimet. Sipas ministrit Durmishi, vendimet e reja mund të jenë më të ashpra për tregtarët, prodhuesit dhe distributorët, nëse vërtetohet sjellja deviante te ata gjatë muajve maj dhe qershor.